Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në dita mënesi gjithmonë në DTV Media. E sot kam nderin ta kem në studio doktoreshën Nora Goga Demolli, e cila do diskutoj sot me neve në studio për maturantët dhe ndërhyrjet tyre estetike, të cilat viteve fundit ndoshta edhe është mosha e re, por edhe këto, pra gjithë kjo temë do diskutohet me doktoreshën këtu sot. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. A është kjo trend, apo si do ta përkufizojë ndoshta ato ndërhyrjet estetike, cilat po bëhen ndoshta pak para maturës, moshë pas matrik? Ne e dim që ajo nota e maturës është diçka e veçantë, është diçka që ndodh një herë në jetë. Edhe unë vetë kam kaluar atë pjesë, mirë po unë mendoj që nuk duhet asnjëherë me bëni diçka vetëm për atë natë, edhe në diçka që ty ndoshta komo të kushtu të njëjtën, pse ti e ke bërë ndoshta atë ndërhyrje apo atë ndryshim tek vetja jote, ndoshta është një diçka që më vonë s'ka më të pëlqyer dhe kemi u pendu për atë pjesë. Kështu që unë gjithmonë mendoj që duhet me bënë ndoshta një ndryshim sepse është një ditë e veçantë. Mirë po jo një diçka që ty ka më të bëhe me u pendu për atë pjesë, sepse është një diçka ndoshta që nuk mundesh me kthy më. Kështu që unë gjithmonë them rrivetja, edhe pse është një ditë e veçantë, vetëm një ditë është, do kaloj dhe do kthehet jeta normale, kështu që më mirë është me qëndru ajo që ke qenë gjithmonë. Pikërisht faktet unë si gjenerat nuk kemi mund për shkak Covidit me mbajt mbrëmjen e maturës, kështu që imagjinoj sa shumë speciale është për shumë persona, apo në atë kohë për shembull gjeneratën time s'kemi mujt as me mbajt. Ndoshta gjenerata ju po se kanë qenë disa gjenerata që s'kan mund ndoshta me mbajt. Unë për vete e kam mbajt, mirë po nuk është se kam bën ndoshta një ndryshim për të cilën ndoshta jam pishman. Mirë po këtë kohën e fundit unë i shoh ndoshta shumë të rinj të cilët bëjnë ndryshime, sidomos të injektimeve, të cilat mundet me pas pasoja të njëjtën dhe më pas i bien pishman për atë pjesë që e kam bë, vetëm për shkak të asaj note. Mirë po kjo mendoj që është një trend që po shkon në rritje e sipër, sepse ndoshta për shkak të këtyre ndikimeve të mediave sociale, të rrjeteve sociale, të cilat po e bëjnë të vetën, duke pa njëri tjetrin dhe të gjithë po mundohemi të bëhemi njësoj. Unë nuk e di pse ka ardhur ky trend. Unë mendoj që duhet secili me qenë të personalizuar, me pasat identitetin tënd dhe ndoshta mu veçu sikur Nora apo sikur Adea, dhe jo të mos dallojmë se cila është cila. Po. Cilat ndërhyrje kryesisht ndoshta jo e keni vrejt si doktorish, ose në rastet tuaja personale që keni pas pacienta, apo edhe vetëm kështu prej fotove keni vrejt dallimin ndoshta ma drastik që tashmë po e bëjnë? Në fakt, këtë kohën e fundit ka pas shumë kërkesa, sidomos prej maturantëve, jo vetëm ndoshta për injektimet, por edhe për pjesën e dhënëve, mirë po për pjesën e dhënëve ata e dim besoj që janë të vetëdijshëm që nuk duhet me pas ndryshime drastike, sepse është një gjë që nuk kthehet më, sidomos tok facetat edhe këto që nuk vinë shprehje tek të rinjt. Mirë po kërkesa më e madhe ndoshta ka qenë zbardhja e dhëmbëve, që është një diçka normale që mundet më u bë ndoshta edhe tek mosha 18-19 vjeçare, edhe pse nuk është e preferuar me u bë shumë shpesh. Mirë po ndërsa sa i përket injektimeve, gjëja më e kërkuar tek fytyrat, tek vajzat gjithmonë janë buzët. Në fakt, mashkujt nuk është se kam pas rast që kanë ardhur ndoshta djem 3 edhe kanë dashur me bë ndërhyrje estetike, fatmirësisht, unë gëzohem për këtë pjesë, ndërsa për femrat normal është buza, është ndoshta numër 1 dhe numër 2 janë mollzat. Ndoshta i kanë këto dy zona të fytyrës, të cilat femrat kanë qef me pas ma të shprehuna dhe ndoshta ma të egzageruara. Mirë po unë mendoj që në momentin që ti ke ndoshta një volum, mos e bëj vetëm pse ka bë shoqja, ka bë shoku apo e ka bë dikush tjetër, po rri ajo që je. Unë kam shumë raste të tilla të cilat gjithmonë kur i shoh se nuk me të vërtet nuk ka nevojë, mundohem që me bindë dhe me i thonë që është shumë bukur je. Dhe ka shumë të tilla të cilat thonë, edhe unë e kam menduar, po duke pa nëpër Instagram edhe në TikTok, femrat kanë menduar që komodok ma bukur nëse egzagjeroj pak. Mirë po unë gjithmonë e them se duhet me qenë ne ata të cilët jemi ndoshta psikologët e parë, të cilët ndoshta intervenojmë tek pacienti në mënyrë psiqike që mos ta lejoj këtë pjesë të injektimit. Po shumë se është mosha dikur rreth 18 vjeçare, pra dhe është fokusuar pikërisht në atë notë. Është kjo e dëmshme në një farmase?
Unë për fundi moshës 18 vjeçare asnjëherë nuk i pranoj, edhe pse ka shumë raste të tilla të cilat vinë me prindërit, edhe prindëri ndoshta është ai që më thotë mundohet dhe ti ndoshta me ja mbush mendjen, po ka të tilla të cilat nuk ju mbushet mendja. Dhe gjithmonë është prindja ai që merakoset për fëmin, edhe thotë më mirë po e bi vetë, edhe po e di se ku po injekton dhe çka po injekton, se sa nëse unë nuk ja lejoj, se ndoshta shkon dikun tjetër e bën pa dijenin time dhe nuk e di se ku shkon dhe çka po bën dhe çka po aplikon. Në fakt është një gjë korrekte, se dhon po të kisha qenë në vendin e atij prindi do e kisha bërë të njëjtën gjë ndoshta. Mirë, po gjithmonë munduhemi të ja tregu ato rreziqet edhe në mënyrë që pacienti ata kuptojë që me të vërtet nuk është e mirë dhe mundet me qenë nganjëherë edhe dëmshme nëse fillon në një moshë shumë të hershme. Kemi pa edhe ndjekja e trendeve, mos rrjetet sociale ndikon dhe po ashtu kemi pas që ndërkohë dhe figura të tjera publike ndoshta pak më të mëdha kanë filluar edhe me shkrim ndoshta abuz në këtë rast që i kanë bu ndoshta një volum goxha më të madh se sa ajo pamja natyrale se si është në fakt qëllimi i injektimit. Kemi pa edhe trendin që po i shkrim tashmë dhe ajo ka ndikuar po ashtu mirë tek disa të rinj. Unë mendoj që fytyrat publike kanë një rol, apo me thënë luajnë rolin kyç në këtë pjesën e trendeve. Unë gjithmonë ju bëj thirrje që të kenë kujdes se çka po ekspozojnë dhe çka po reklamojnë, në mënyrë që mos ndikojnë sidomos tek të rinjt. Unë them shqyr që këtë kohën e fundit ka filluar ky trendi i naturalitetit, ka shumë fytyra publike të cilat po i shkrinë dhe më vjen mirë që po e tregojnë dhe po e lancojnë këtë pjesë. Domethënë ato pjesë që kanë qenë të egzageruara e kanë pa që nuk është që dukesh bukur me ato lloj egzagerime dhe kanë filluar dhe me i largu ato pjesë të fillerit. Edhe tash për shembull kërkesat nuk janë si më herët, sepse kërkesat më herët kanë qenë gjithmonë volume shumë të mëdha, kurse tash vjen edhe thotë unë du ndoshta një ndërhyrje që duket shumë natyrale dhe duket një diçka që nuk duket vetëm se ndoshta tjetri thotë se shumë bukur po dukesh, shumë fresh po dukesh, shumë natyral po dukesh, po nuk i di nëse ke bën ndonjë ndërhyrje apo nuk e aplikuar diçka. Unë mendoj që kjo është pjesa më e mirë. Këtë kohën e fundit kanë filluar shumë edhe moshat më të mëdha. Shumë shpesh vjen edhe thotë ndoshta nuk po nina mirë se un pak në moshë dhe kam filluar me i bë këto ndërhyrje, mirë po përkundrazi unë mendoj që pikërisht për moshat e mëdha janë këto lloje intervenime, sepse ato me të vërtet kanë nevojë për mu dok ndoshta pak më bukur, ndërsa nuk janë intervenime të cilat ju referohen moshave të reja. Mirë po unë mendoj që sa i përket këtij aspekti ndoshta e kanë ngatruar pak edhe e kanë egzageruar këtë pjesën e intervenimeve, duke menduar që gjitha moshat e kanë të nevojshme, po jo të gjitha. Moshat e mëdha po, por moshat e reja asesi unë gjithmonë jam kundër kësaj pjese, se edhe unë vetë kur kam qenë shumë e re nuk kam pas një lloj intervenime, as nuk e kam menduar bile këtë pjesë. Mirë po tash unë them gjithmonë që këto ndoshta influencerë të ndryshëm, fytyrat publike gjithmonë e përsëris që kanë një rol shumë të rëndësishëm në këtë aspekt. Nëse ndoshta marrim shembull një 18 vjeçare, mësohet me atë ritmin konstant, ndoshta me bu ndërhyrje, fillera të ndryshëm, a vjen deri në një masë që bëhet e tepërt dhe si veprojnë fakt ju si doktoresh, si veproni në atë rast, si do duhej që ndoshta më kthy, a mundem më kthy tek baza fillestare, pra. Unë pikërisht këtë them se nuk është ndoshta se filleri është një diçka që ty dëmton. Në momentin se ti e bën ndoshta te një profesionalist i duhur me kvalitet të duhur, nuk është se ajo si material ty dëmton diçka. Mirë, po nëse ti e fillon shumë herët, nuk mundesh më u ndal pastaj, sepse të pëlqen vetja me ato volume dhe gjithmonë kërkon më shumë e më shumë. Unë mendoj që bëhesh e varur nga kjo pjesë, sepse duke menduar që duke shtu doza do dukesh ende më bukur. Po jo, sepse vjen një limit ku ti nëse shton doza edhe më shumë do deformohesh, nuk do dukesh më bukur. E pikërisht këtu ndoshta është ajo pjesa ku shumë nuk e kuptojnë. Unë kam shumë paciente të tilla të cilat nuk e kuptojnë këtë pjesë dhe gjithmonë vinë dhe kërkojnë doktoresh dua edhe më shumë doza. Mirë po unë gjithmonë jam ajo që i them stop me kaq, se nëse ti e vazhdon, e kalon këtë limit, atëherë nuk do dukesh më bukur, po do deformohesh. Ka raste të tilla të cilat edhe i kanë shkri dhe janë kthy në pikën zero, mirë po në ato raste
kur ka pas egzagjerime dhe doza shumë të mëdha të aplikimit, normal që nuk kthehesh ashtu siç ke qenë. Gjithmonë mundet me pas në diçka që nuk ka më dok bukur dhe komi pas ato, si me thonë, gabimet që janë bërë gjatë aplikimit të dozave të mëdha. Dhe nuk ka më dok fytyra e njëjtë sikur kur ka qenë para injektimit dhe pas shkrijes së injektimeve që ti ke bë. Mirë, po në momentin që ti ke shku hap pas hapi, ke shku në dozat vogla dhe jo shumë shpesh ripërsëritje të mbushjes së fillerit, atëherë edhe nëse bëhet shkrirja do më u kthy, ke më u kthy me të vërtetë ashtu siç ke qenë. Po ndoshta këtë ndikon elasticiteti, lëkurës, e krejt ato. Normal, se ka me qenë një lëkurë më e varur, një lëkurë ndoshta me ato gunga që i themi ne, edhe normal që pacientës nuk ka me i pëlqy. Sepse për shkak të dozës shumë të madhe, kur shkrihet, kur largohet ai fillar, normal që ka me pas një varje të lëkurës. Këto është problematik ndoshta edhe migrimi i fillerit, nëse ka doza shumë të mëdha të injektuara për një herë. Po, edhe migrimi, gjithsesi migrimi është ndoshta një ndër shkaktarët e parë që shkaktohet prej dozave të mëdha, sidomos tek pjesa e buzës, ku e shohim ndoshta nëse shohim pacientën në profil, kemi me pa që mbi buzë gjithmonë është i migruar ai filleri i tepërt, apo tek pjesa e këndit të lotit që kërkojnë shumica, që dojnë me bë mbushje, se pikërisht aty bëhet ndoshta duket lodhja tek fytyra e pacientit dhe pikërisht aty kërkojnë një mbushje në mënyrë që të duken më të freskët. Mirë po është gabimi më i madh ndoshta që e bëjnë. Unë shoh që në përbot si Jennifer Aniston ose aktorë të tjerë të cilët kanë bërë shkrirjen pikërisht në ato zona për shkak se kanë pas shumë deformime, sidomos tek ata persona të cilët kanë qeska. Aty asnjëse nuk duhet me u apliku filleri, sepse pastaj problemet kanë me qenë shumë të mëdha dhe ka më duk edhe më keq se ka qenë pacienti. Kështu që unë gjithmonë ju kisha thënë ato pjesë mos i aplikoni. Janë disa persona të cilët mundet me apliku, mirë po ndoshta nëse e bëjmë një krahasim me përqind, janë diku 80% të popullatës që nuk mundet me apliku, vetëm 20% që mundet me apliku atë pjesën. Domethënë shumica është jo, mos me apliku këtë zonën under eye që e kërkojnë shumica. Po pikërisht sepse ndoshta edhe me kopën gjithmonë mundohemi që me ajo pjesë më do të rrethët e zinj që i themi ne, gjithmonë vjen pacientja dhe kërkon thotë doktorish po më duket shumë e lodhur kjo pjesë, i kam rrethët e zinj dhe mendojnë që me anë të fillerit munden me largu, mirë po jo, është një gabim shumë i madh që e bëjnë. Zakonisht unë preferoj me skin booster të ndryshëm, të cilët e rigjenerojnë lëkurën, e gjallërojnë lëkurën, i japin hidratim lëkurës dhe mundesh më u duk më fresh edhe nuk ke kurfar anë negative të atij aplikimi. Ndoshta dhe lëkura është pak më ndjashme, pak më e hollë dhe vreme dhe domethënë ndjesinë e lëkurës tonë, edhe kremrat e ndryshëm janë pak më të veçantë për pjesën e zonës së syve. Gjithmonë po. Gjithmonë është ajo pjesa që është më delikatja dhe më ndërlikunja nganjëherë. Po. Desha të rikthehem, ju që përmendet pikërisht tek moshat më të mëdha, pra cilat ndërhyrje po i kërkojnë më shumë, cilat ndërhyrje në fakt përshtaten në bazë të moshës? Zakonisht ne shohim ndoshta shumë shpesh kanë pacientë të cilët përmes telefonit ndoshta dojnë me marrë një përgjigje, mirë po më e mira është që pacienti të vijë në klinikë dhe të shohim se ku e ka problemin, çka do me ndryshu dhe cila zonë i pengon pacientës. Zakonisht këto pacientët më në moshë, normal që gjithmonë i kanë atë kërkesa më e madhe prej tyre është largimi i rrudhave dhe gjithmonë ato pjesë e mimikës gjithmonë kanë janë rrudhat më të shprehura, shumë shpesh edhe tek vajzat apo mashkujt që janë më të rinj në moshë mundet me pas për shkak të lëvizshmërisë të madhe të mimikave që e kemi dhe pikërisht aty formohen rrudhat. Zakonisht është pjesa ato vijat e buzëqeshjes, ndoshta po aty ku buzëqeshim, domethënë lëvizjet e mimikës, tek pjesa e ballit, tek pjesa mes vetullave, rreth syrit, si dhe vijat e buzëqeshjes apo nazolabialet. Zakonisht këto janë kërkesat më të mëdha që duan me i largu si fillim, në qoftë se është një paciente e cila nuk ka bërë asnjë lloj intervenimi, e pastaj më pas vjen ndoshta edhe shtimi i volumeve, për shembull tek buzat, tek mollzat, mirë po moshat më të vjetra pjesën e buzës zakonisht nuk është se e kanë shumë qef, edhe gjithmonë kur dikujt ja preferoj, gjithmonë është ajo pjesa që doktorisht se kam frikë se mos po bëhem shumë, mos po dukem shumë, mos po egzagerohem shumë. Në fakt ndoshta nuk kanë faj sepse i shohin këto vajzat e reja të cilat po bëjnë egzagjerime të buzës, ndoshta nuk kanë asnjë lloj intervenimi tjetër në fytyrë përveç
të buzës, mirë po ajo pjesë të bën më duk sikur gjithë fytyra është e mbushur. Kështu që gjithmonë kisha thënë që keni kujdes me mililitra që shtoni në buzë, sepse ajo pjesë ty të bën më duk komplet fytyrën e mbushur, në qoftë se ti e ke të egzageruar buzën. Sa shpesh do të riaplikojmë fillere, ndoshta pikërisht tek pjesa e buzës pasi që është më kërkuar? Acidi hyaluronik është një acid të cilën ne e kemi në organizëm dhe sa shpesh mundemi me ripërtri atë, nuk mundemi me ditë për shkak se varet shumë nga organizmi, sepse tek ata persona të cilët kanë mungesë, që shumica e femrave e kanë mungesë acidin hyaluronik, mundet me qenë nevoja me u ripërsërit më shpesh, ndërsa ato femra apo mashkujt të cilët e kanë sasi të ballshme të acidit në organizëm, atëherë qëndrueshmëria e fillerit është më e madhe. Kështu që kam shumë paciente të cilat nuk e din këtë pjesë dhe vjen edhe pyet doktoresh sa ka më qëndru. Atë ne nuk e dim, varet shumë nga organizmi. Mirë po, shumica prej tyre e kanë mungesë, kështu që pas aplikimit të hezërës së parë, unë e di që hera e dytë ka më qenë sigurt që ka më ardhur pacientja, për shkak se mund të më përthith totalisht për organizmit. A kemi persona të cilët ndoshta e kanë një jo të madhe për aplikimin e fillerit tek buzët? Cilat janë ato kushtet që ndoshta nuk mundet me i plotësu një buzë caktuar? Ka shumë të tilla, thash moshat më të vjetra e kanë ndoshta një jo të madhe për pjesën e buzës, mirë po në momentin kur e shohin ndoshta shoqen e vet apo dikon të afërm që ka apliku filler, mirë po në dozë shumë të vogël që duket aq natyrale, saqë jep vetëm një hidratim ndoshta me thon me quajt ashtu të buzës, atëherë ajo jo e madhe kthehet në po. Në momentin kur ndoshta e shohin që me të vërtetë nuk është një egzagerim, mirë po është një diçka që ty të bën më duk vetëm në gjithmonë e përmendja fjalën më fresh, më e kuruar. Po, sepse është me të vërtetë ndoshta edhe mënyra se si po ndihemi brenda, ndihemi më konfident, kemi më shumë vetbesim. Unë gjithmonë e them atë pjesën që kur ndihesh bukur jashtë, ke mundi edhe brenda. Kur ti ndihesh mirë emocionalisht, ndoshta kemi shpërnda pozitivitet edhe tek të gjithë personat e tjerë. Në momentin që ti nuk ndihesh mirë me trupin tënd, me paraqitjen tënde, nuk besoj që kemi pas asnjë disponim të mirë, nuk mundesh me shfaq emocione të mira tek të tjerët, me shfaq pozitivitet, kështu që po, pse jo me u mbajt, unë jam gjithmonë pro e asaj që ne duhet me u mbajt, sidomos vajzat, po edhe mashkujt gjithsesi, që më u dok bukur, më u ndi bukur dhe me fal sa më shumë dashuri. Desha të rikthejmë tek maturantët, cilat ndoshta do të ishin ato injektimet më të vogla apo cilat do t'ja rekomandojë nëse me të vërtetë ju ka mbush mendja që me ndryshu diçka për atë ditë kaq të madhe dhe dua ndoshta me bu atë procedurë. Në fakt, maturantët ne e dim që shumica janë 18 vjeçare, kështu që unë për vete nuk i kisha preferu me bë diçka sa i përket injektimeve, tash po flas kundër vetës. Mirë po, me të vërtet nuk mendoj që e kanë të nevojshme shumica prej tyre, nëse është dikush që ka diçka që me të vërtet i pengon shumë, ndoshta që prej e vogël ka pas fiksim në një zonë të fytyrës, qoftë buza, qoftë mjekra apo diçka tjetër që ose nëse ka një asimetri të fytyrës që me të vërtet duket dhe nuk ndihet mirë në atë aspekt, atëherë po, shko dhe bëje. Ndryshoja atë pjesë që ti të ndihesh mirë me veten. Mirë po jo në momentin vetëm pse duhet me bë diçka, duhet me bë një ndryshim, se po e bëjnë të gjithë ta bëj edhe unë, gjithmonë jam kundër kësaj. Kështu që unë ju lutem vajzave të reja mos të injektojnë në momentin kur nuk e kanë të nevojshme, në momentin kur nuk ka një asimetri, qoftë buzës, qoftë mullca apo pjesës në ndonjë pjesë tjetër të fytyrës, vetëm në ato raste ndoshta i kisha leju. Për ndryshe jo. Atëherë Nura, faleminderit shumë që ishe sot në studio dhe me të vërtetë diskutuam kështu në goxha detaje këtë pjesën, sidomos tash me matura e kemi afër, disa kam përfunduar, disa jo, dhe po besoj që edhe prindrit edhe shikues tonë e kanë marrë mësim prej sot. Unë mendoj që po, pikërisht prindërit, ndoshta duhet me qenë ata të cilët duhet me qenë më të informuar sa i përket kësaj pjese, sepse janë pikërisht ata të cilët edhe i financojnë dhe i mbështesin fëmijët e tyre. Mirë, po në momentin kur edhe prindërit ndoshta janë të informuar për disa gjëra të cilat duhet më u bë ose s'duhet më u bë, normal që ajo ka më ndikuar edhe tek fëmijët. Po, pikërisht dhe mos me pa krejt këtë pjesën e injektimeve si diçka të keqe apo tabu, por nëse është nevoja me qenë mirë të informuar dhe edhe me qenë mirë të informuar fakt për specialistin se ku po shkon. Pra
me po edhe ndoshta reagimet e tjerëve, ndonjë përvojë të mirë që ka dikush tek ta dhe me shku atë. Po normal, unë gjithmonë kam thënë që duhet me zgjedh vendin ku po aplikon, sepse pastaj po ndodhin ndoshta shumë komplikime ku më pas pacientët drejtohen gjithmonë te mjekut që më bën një zgjidhje, sepse ka komplikacione pafund që ndodhin dhe nuk ja kisha uru askujt që ti ndodhi, mirë po unë gjithmonë them edhe nëse ti kërkon diçka, për shembull nëse një pacient e kërkon ndoshta një dozë më të madhe apo një injektim dikun në zonën e fytyrës i cili është i gabuar, gjithmonë duhet me qenë ata të cilët themi jo, sepse shëndeti vije në radhë të parë e pastaj vije bukuria. Kështu që nuk duhet me rreziku asnjëherë shëndetin vetëm për më u duk bukur. Se pastaj nuk na duhet ajo bukurinë nëse ne nuk ndjehemi dhe nuk jemi mirë. Me vërtet jo dhe si një lloj psikologe, goxha kështu në trend, goxha punë e vështirë duket se kjo. Me të vërtet po, është një punë e vështirë, sepse është një diçka që normal që edhe ne bëjmë për përfitimet tona, mirë po gjithmonë unë e cekja atë pjesën që nuk duhet me i pa vetëm përfitimet, sepse ato përfitime më pas ti ndoshta janë gjendje me ja kthy pacientit veç me kthy në gjendjen e mirë që ka qenë. Unë po them që kam raste pafund çdo ditë që më shkruajnë dhe kërkojnë ndoshta ndihmën për një injektim që e kam bë dikon ndoshta që nuk është dashur me bë. Po pra dhe me përmirësu apo varësisht pra prej pacientës se si është situata. Nora, faleminderit shumë një herë. Faleminderit shumë për ftesën, gjithmonë është kënaqësia ime, sidomos tash para kësaj sezonës maturantëve, ndoshta është një temë shumë e qelluar për shkak të kërkesave të mëdha që kanë. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 e deri në takimin e radhës, mirupafshim.